Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar askush për juve përderisa mos t'jem unë më i dashur tek ai se sa prindët e tij, fëmijët e tij dhe njerëzit në përgjithësi. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka që përshkruhet, nuk është diçka që përshkruhet, e përjetohet edhe pastaj dëshmohet. Ka një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit?" I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çka ki bugati për te ti?" Po vallahi ja Rasulullah, s'kum bugati shumë diçka për. Illa an yuhibbu Allah wa rasulahu. Veç unë dua Allahun shumë dhe pejgamberin e sa. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ti je me ata që i dën ata." Thot Amr ibn Asi radiallahu anhu, thot, s'ka pas njëri ma i dashën për mu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e as ma i qmuar të kune se aja. Thot vallahi, kur s'ku mujt mungitu e këqyr, sa ere këqyrsha, ma shumë mund të me këqyra, kur s'u mungitu e këqyr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe vallahi, si ku të kishte me kërku dikush për me e me më thonë, për shruma që shash ka më nëzdi, se se kom shiju hala mirën atë. Dashuria ndaj tij nuk ka skaj, është deti pa fund. Pse? Se nuk shteret kur. Sa e ka dashur Abu Bekri, kalon ball me dashur Omeri atë. E sa e ka dashur Omeri, kalon ball me dashur Uthmani, kështu më radhë. Ne po ta shprehim se e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo me pretendime të gojës, mirë me dëshmi sinqerta të vërteta, që t'i gëzojmë këtë privilegje në dunja dhe në ahiret, se e dojmë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره